Të nderuar vllazën besimtar, Allahu ju shpërbleft për pjesëmarrje. U ndam me një vëlla të cilit bashkë me vllaun tjetër pak para, i cili ishte në foltore, Tahir Halimi prej Toplicës, që i kemi bën bukën bashkë 10 vite me radhë. Unë prej Prizrenit, Tahiri prej Toplicës, e Mullaj Kupi prej Slupçanit. Neja pregatit që me hajshim bashkë. E kanë herë më thoshte, o shumë të kom re, e të kam bon njeri. E sot kom arë me voros. E po thamë shqyqur që e pashë dhe ftyrën në fund. Allah i në bovët bashkë të të një. O vlazën musliman, forësit para meje mjaftë të radhiten. Unë du ju t'ju thamë dishka tjetër. Thot një thonjë arabe e lezeqme, mautul alim, mautul alem. Vdekja një djetarit do të thot vdekja një botës. Ja Rabbi, sa vite po duhen me u formua një njeri kësisoj. E me keqardhje po thamë se na njerëzve djetarja u dim vlerën pas vdekjes. Nga një herë edhe u talësh. Ai me mosh është më i vjetër se unë. Pa tjetër, edhe piklimi, edhe kënaqësia të t'jenë bashkë në një zemër. Në mëngjes, bukë kur hajshëm, ndoshta i qitëshim ka një herë me bardak d'vogël qaj më hëngër. E kur bojshim të raqëllek pas dite, unë ma të shokun bardak të vogle, Mullaj Kupit bardak të madhë, se të zdin me bon të raqëllek. E sot, po i themi Allah i në gjenet të kof, me neve dhe me pejgamber tjeli Arabi. Pram një vlla prej Shkupit, po më tregon prej spitalit, të vdiq Mullaj Kupi. O vlazën musliman, fjallë ka shumë që kam ju thanë, për unë do zgjedhi vetëm një fjallë të fundit për të gjithë neve. Fjallën e një djetarit madh, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, i cili ka thanë, يا من بدنياه اشتغل قد غركم طول الأمل الموت تأتي بغتة والقبر صندوق العمل. O ti që me dynjan po ballafaqohesh, mos t'ju mashtroj shpresë i myti gjatë. Vdekja ju befason, ju vjen hapansës, ju befason, dhe vorri ju pret punët e juja. Inshallah është prej aty në vllaznive, ashabëve të Resulullahit, për cilët ka dëshmu Resulullahi alayhi salatu wassalam, edhe ka thonë, amile kalilen, ka punu pak, wa kasibe kathiran, e ka fitu shumë. Allah i në boft bashkë në gjennet. Të jemi inshallah ta'ala të gjithë të pejgamber të Allahu Gjelle Gjelalu. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Me qenë se nuk bëhemi bashkë në gjenet, në kanun e prej gjehenem livjet, Walejadha billah.
Allahi na i falë gabimet, ja Rabbi. Ta rikujtojmë edhe jetën edhe dënjos edhe njëherë. E me shumë vlera që kemi pasur me vllaun e me të tjerë vllazën. Wallahi kur më tha vllau prej Shkupit, mulla Kupi ka vdek, më shpërthej vaj edhe tash rendi mund pas kam bet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.